Gjësh, hajde një 2-3 fjalë rreth këtij muaji që Ramazan, e nga këto ditë bekuar. Allah të nderoft mësparit ty, Allah të shpërblet mësparit ty, nga shpirti dhe nga zemra I falenderoj të gjithë ata që janë këtë moment live këtu dhe po na ndëgjojnë. Zoti I nderoft, Allahu na I mundësoft vjellim sa më shumë mirësi nga ky muaj I bekuar I Ramazanit. Zoti inshallah na I ketë pranuar këto ditë që I kemi kaluar, agjërimin që e kemi bë, namazin që e kemi falë, dhikrin dhe çdo vepër të mirë që e kemi bë gjatë këtij muaji. Zoti xhalleshanuhu të na I ketë pranuar dhe për hatër të veprave të mira, të agjërimit, të namazeve, të gjitha veprave që I kemi bë, edhe mendimet e mira që I kemi pas. Inshallah Zoti xhalleshanuhu na I fal mëkatet, na pastron nga ky muaj, na ndihmon që të na I shëroj të smurit ton, të na I mëshiroj të vdekurit ton dhe të na I mundsoj që të arrijmë të gjitha synimet, qëllimet, nevojat, hallet, brengat tona që I kemi në jetën tona. Ne do ta sjellim në kujtesë një ngjarje shumë interesante, shumë të rëndësishme, jo që nuk e kemi ndëgjuar, mirë po ta përkujtojmë edhe një herë ngjarjen e Musës alayhi salatu vesselam, njëri nga pejgamberet e mëdhtë të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, I cili në njërin nga takimet e tij, bisedat e tij me Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, u ngazlye ashtu dhe nuk kishte faj, nga se ne njerëzit kur po na rastis që të bisedojmë me dikën nga njerëzit e kësaj bote që ka pak pozit, po mallëngjehemi, po ngazllehemi dhe po ndjehemi kështu të privilegjuar. E Musa alayhi salatu vesselam bisedonte me Zotin e tokës dhe të qiellit, me krijuesin ton. Dhe I tha Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu: O Zoti im, tha, a ka ndonjë krijesë të cilën e ke ngrit, të cilën e ke vlerësu, cila është më afër me ty se unë në këto momente? Dhe ndëgjojeni përgjigjen të nderuarit e mi të Zotit xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, që është më të vërtet një përgjigje shumë breslonse, shumë ngazlyse, shumë shpresdhonse për neve. Dhe I tha Zoti xhelleshanuhu: Ja Musa, o Musa, ta në këto momente kur ne po bisedojmë, kemi me 10 qindra mira pengesa, perde, mes meje dhe teje. Mirë po I tha Zoti Musës alayhi salam: do të vi një umet, do të vi një popull, do të vi një kohë që mes meje dhe atij populli, atij umeti, nuk do të ketë as një pengesë, as një perde. Dhe ajo është koha e iftarit. Ajo është koha e artë e sofrave tona të begata, të arta të iftarit, kur ne ulemi në ato sofrat begata të cilat I kanë pregadit ato nëna, ato motra dhe ato vllaznit tonë me ato duar të bekuara, dhe ulemi ne pranë sofrave të iftarit, e presim me mallëngjim iftarin. Në ato momente Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu hiq çdo pengesë, hiq çdo perde mes meje, mes teje dhe mes Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, dhe çdo lutje, çdo hall, çdo breng, çdo telash, çdo mërzi, çdo kërkesë, çdo nevojë që ne kemi dhe e diskutojmë, e drejtojmë drejt Allahut ton, krijuesit ton, na pranohet pa asnjë pengesë dhe pa asnjë perde. Dhe të nderuarit e mi, ndëgjojeni mirë çfarë I tha Musa alayhi salatu vesselam kur ndëgjoi Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu, çfarë privilegji, çfarë ngritje, çfarë vlerësimi na I ka bën neve Allahu xhelleshanuhu. Dhe I tha Musa alayhi salam: O Zoti im, a ka mundësi që të ma marrish gradën e pejgamberllokut? Ndëgjojeni mirë. Musa alayhi salam po kërkon nga Zoti që t'ja merr Zoti gradën e pejgamberllokut, gradë me të cilin ja kishte siguruar xhenetin, gradë me të cilin ja kishte garantuar xhenetin. Nuk po e don Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelleshanuhu Musa alayhi salam këtë gradë,
po kërkon nga Allahu xhalleshanuhu që t'ja merr gradën e pejgamberllukut e ta bëj prej ummetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ta bëj sikur mu dhe ty sot që jemi të nderuarit e mi. Pa ky është privilegj i madh, kjo është ngritje e madhe, kjo është vlerësim i madh, vlerësim të cilin na i ka lakmu edhe pejgamberet e Allahut xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Andaj e kemi përpara, e kemi edhe gjysmën e Ramazanit para vetes, ti shfrytëzojmë këto çaste, ti shfrytëzojmë këto momente, ti shfrytëzojmë këto ditë që subhanallahu nga hallet, nga brengat, nga nevojat, nga telashet, nga synimet, nga qëllimet që i kemi për t'i realizuar të shumta dhe të mëdha, ti drejtohemi Allahut te bareke wa taala. Nga se Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu na ka thonë sikur të gjithë njerëzit e gjithë botës të mlidheshin dhe të kërkonin që tu ap unë aq sa ata dojnë, sa atyre ja u merr mendja, nuk paksohet në depot e mia, thëtë Zoti xhalleshanuhu, sa ta fus majën e gjilpanës në deti dhe sa merr maja e gjilpanës ujë nga deti, aq paksohet nga depot e mia. Prandaj ne ti kërkojmë, kur i kërkojmë Allahu xhalleshanuhu, duhet i kërkojmë shumë, nga se është i vetmi i cili hidhërohet kur ne njerëzit kërkojmë pak prej tij. Allahu don që ne ti kërkojmë shumë nga ai, për shkak se ai ka shumë. Nuk ka imagjinat njerëzore që mund ta imagjinoj sa ka Allahu edhe sa don Allahu që të na jap neve, që të na furnizoj neve. Ky është Zoti jon, ky është krenaria me të cilën, ky është vlerësimi me të cilin na ka vlerësuar. Kjo është grada, kjo është niveli ku na ka ngrit Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu në përgjithësi e në veçanti në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, për të cilin e falenderojmë Allahun te bareke ve taala ditën edhe natën që na i ka bërë këtë ngritje kaq të madhe, këtë vlerësim kaq të madh me dërgimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Ma bëni halal, ndoshta zota pak tepër. Zoti ju rujt, Zoti ju nderoft, Zoti ju bekatoft, Zoti ju dhasht mirësi, Zoti na ndihmoft që ta kuptojmë vlerën, këtë vlerë kaq të madhe, kaq mallëngjyse të cilën dhe me të cilën Zoti xhalleshanuhu na ka ngritur dhe na ka vlerësuar dhe na ka veçuar ne si ummet i Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Po që Allahu të ruajt e të nderoft me mirësinë këtë dunjë dhe në ahiret.